Faleminderit, inderuar ministër, pas që në seancën e fundit nuk ishe informuar i mungonin shënime statistikore të cilat do të kishte siguruar në bazë të sistemit të informimit shëndetësor sipas ligjit shëndetësisë. Në qendrën klinike ndërkombëtare nga viti 2007 deri në vitin 2011 janë kryer 200 konografi dhe 4 stendime, ndërsa presi kardiologjia invazive është udhëhequr nga doktor Sami Gjoka për vitin 2011 deri në 2014 janë kryer 2681 konografi dhe 350 stendime. Kjo punë është kryer me shumë vështirësi dhe pengesa nga Ministria e Shëndetësisë, e cila nuk ka bërë furnizime të duhura. Prandaj nderuar ministër, para disa ditësh me inicimin e drejtorit kardiologjisë, SHQ kjo ka ndëshkuar me marrë disiplinore para përjashtim doktor Sami Gjokën, për shkak se ky ka folur në media për punën që bën kardiologjinë invazive dhe pengesat që ka pas në furnizime me material përkatës për të kryer ndërhyrjet e duhura, të cilat janë kryer mbi 3000 sesh brenda 4 viteve, që është me 1000 herë në raport me 4 vite paraprake. Pyetja është, a është kjo politikë e Ministrisë së Shëndetësisë apo SHQ-s që të ndëshkohen doktorët punëtor të ndërgjegjshëm sektorin publik, të cilët nuk hyjnë në alëvërgjeshëm me sektorin privat për referimet pacientë, ndërsa favorizohen doktorët të cilët për një kujdestari kanë referuar deri në 13 pacientë sektorin privat. Pyes, cili është qëllimi i kësaj censure, prej kur doktorëve u ndalohet flasin për profesionin e tyre, sa mjete janë investuar në kardiologji dhe në kardiokirurgji, prej hapjes së saj, dhe sa pacientë janë trajtuar me mjetet e buxhetit të Ministrisë së Shëndetësisë në sektorin privat. Sa pacemaker janë vendosur në klinikën e kardiologjisë dhe pse në vazhdimsi po bllokohet furnizimi i tyre në sektorin publik, ndërsa pacientët po referohen në sektorin privat. Faleminderit. Faleminderit, nderuar ministër. Faleminderit, kryetar, të nderuar kolegë ministra, nderuari deputet Haxhiu. Në seancën e kaluar ju thash që nuk i kam shënimet e komplete të kërkesave tuaja lidhur me statistikat në shërbimet e kardiologjisë dhe kardiokirurgjisë. Ju them që edhe kardiologjia invazive dhe kardiokirurgjia janë një nga prioritetet e kabinetit qeveritar, që janë një vazhdimsi dhe prioritetet të mëhershme, dhe se nuk është intenca edhe as e Ministrisë pas e menaxhmentit të shërbimit spitalor që të ndëshkohet askush, po është intenca dhe qëllimi që të vendoset rregull dhe rende dhe aty të merren shërbime cilësore për qytetarët e Kosovës. Unë ju them që në kardiokirurgji janë bërë operacione dhe jemi në fazë e operacionit të ngurët 60 operacione. Dikun 84 operacione janë bërë jashtë institucione të publike me një kosto rreth 500.000 euro dhe se jemi në fazën e konsolidimit respektivisht të funksionalizimit të kardiokirurgjisë me partnerët tanë nga Shqipëria, Italia dhe të tjerë dhe shumë shpejt do dalmi me rezultate konkrete. Klinika e kardiologjisë ju them që në vitin 2011 ka bën në 635 koronografi, po për shkak kohës ju them që në vitin 2014 ka rrinë 962. Janë bën stentime në vitin 2011 25, në vitin 2014 249. Ndërsa pacemaker në tetor, në vitit kalum, po ju them që dhe në tetor vitit kalum nuk është bërës asnjë, në tetorin bo 8, në fund tetorit 34. Këto janë shënimet cilat besoj që japin përgjigje në gjendjen e kardiokirurgji dhe kardiologji, pa hi në komentimet rreth veprimeve eventuale që janë bërë kundër individëve. Atje janë organet kompetente, cilat do të raportojnë dhe sigurisht që ne do të marrim masat. Ju falenderoj. Faleminderit ministër, nderuar deputet Bekim Haxhiu. Faleminderit, nderuar ministër. Unë nuk i fajsoj për gjendjen për arsye se posa keni marrë detyrën dhe uroj që vërtet kabineti qeveritar dhe Ministria e Shëndetësisë të jetë të përgjegjshme dhe kujdesshme që lista e pritjes të mos jetë gjatë në kardiologji dhe kardiologjinë invazive, për arsye se ajo ishte shkurtuar në një javë pritje për pacient, tani ka kaluar mbi një muaj e gjysmë në lista e gjatë e pritjes. Dhe uroj që me insistimin tuaj furnizimet cilat i ka Ministria
e shëndetësisë kontratat të i respektoj dhe i zbatoj dhe mos të referohen pacientet për kontratat cila i posedon Ministria e Shëndetësisë të referohen në sektorin privat, se edhe shkele ligjore edhe është ndam të pacientëve tonë.